Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë për shëndetjet tona të sinqerta mbi vunën e zot pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona, shoqëria që ndryshoi botën, i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Sonte me lejen e Allahut do të tregojmë hadithin e 11 të ndodhisë së Ebu Katades me pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe është vetë Ebu Katade i cili e transmeton këtë hadith, dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Muslimi me numër rëndor 681. Ebu Katade tregon se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ligjeroi dhe na tha: do të ecni gjatë tër pasdites dhe tër natën, dhe nesër do të mrini tek uji në dashtë Allah. Dhe njerëzit, thotë Ebu Katade, e nisën rrugtimin e tyre dhe asnjëni nuk ndali për askënd. Teksa i dërguari i Allahut po ecën mes natë, unë isha afër tij, thotë Ebu Katade, dhe ato filloi pra pejgamberin alayhi salatu wasalam të kap kotja e xhumit, dhe i dërguari i Allahut u anua ka njëna anë, ndërsa thotë Ebu Katade, unë shkova e drejtova pejgamberin alayhi salatu wasalam duke mos ja prishur xhumin të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi vazhdoi një copë të rrugës së mesnatës, përsëri pejgamberin alayhi salatu wasalam e kaploi pra kotja e zuni xhumi, dhe përsëri dërguari i Allahut u laku, ndërsa unë thot shkova nga mbrapa e drejtova në kafshën e tij duke mos ja prishur xhumin pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe ka pjesa e fundit të natës, gjatë po atij udhëtimi, përsëri pejgamberin e Zotit e kapi kotja dhe tani e kishte kapur xhumi edhe më tepër se sa 2 herët e para, derisa pra sa nuk urzua prej kafshës së tij, ndërsa unë thot Ebu Katade shkova dhe e drejtova pejgamberin alayhi salatu wasalam, ndërkohë pra i dërguari i Allahut e ngriti kokën dhe më tha: kush është? I thash: jam unë, Ebu Katade, o i dërguari i Allahut. Pastaj i dërguari i Allahut më tha se: prej kur ti vepron kështu me mu? I thash: o i dërguari i Allahut, kështu veproj prej ty prej fillimit të natës. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam më tha, thot Ebu Katade: Allah të ruajt sikurse e ke ruajtur të dërguarin e tij. Pastaj më tha: o Ebu Katade, shif se mos jemi veçuar nga njerëzit, apo shiqo se apo e shem dëkënd. I thash: ja ku po e shoh një kalor, so i dërguari i Allahut. Pastaj e pash edhe të dytin, kështu që u bëm 7 pra njerëz me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe pastaj dërguari i Allahut u largu nga rruga dhe tha: dikush për jush le të qëndron zgjuar që mos të na ik namazi, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam pra ra për të pushuar, ndërsa thot Ebu Katade, thot rrezet e diellit të cilët e goditën shpinën e pejgamberit alayhi salatu wasalam e bën që ai të zgjohet i pari, u zgjua prej xhumit, ndërsa vetëm se koha e namazit sabat kishte ikur. Pastaj dërguari i Allahut na tha: hipni kafshëve. Kështu vepruam, pasi që ecën pak derisa lindi dielli plotësisht. I dërguari i Allahut mu drejtu dhe kërkoi prej meje enën e cila ishte e mbushur me ujë për të marrur abdes. Mur abdes i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj fali 2 rekate namaz dhe pasaj pra fali edhe namazin e sabajt, por paraprakisht pasi që ka marrë abdes i dërguari i Allahut e ka urdhëruar Bilalin radiallahu anhu që ai me thirrë ezonin, pastaj ka fal 2 rekate para farzit të sabat, dhe më pastaj thot i fali edhe 2 rekate namaz farz sikurse ka vepruar gjithherë. Pastaj thot sahabiu tregon se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i hipi kafshës së vet dhe u nis për rrugtim për ta takuar pjesën tjetër të grupit, pjesën tjetër të grupit të sahabëve. Dhe disa prej sahabëve, pasi që kishin hyrë në kafshët e tyre, filluan të bisedonin me një tjetrin, duke thonë se a thu vallë, si do ta shpaguajmë këtë shpërfilljet e namazit të sabat. Dhe i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e dëgjoi, pra i dëgjoi fjalët e tyre.
Dhe pastaj pejgamberi i Zotit ju drejtua atyre dhe ju tha se a nuk jam unë shembull për juve? Dhe thot i dërguari i Allahut, në gjumë nuk ka shpërfillje. Shpërfillja ndodh kur dikush e shtyn namazin derisa të vjen koha e namazit tjetër. Ndërsa ti, të cilit i ndodh kjo, pra i ik namazit sabahit për shkak të gjumit, thot le ta fal namazin e sabahit kur ti kujtohet me njerë. Të nesërmën, thot në ta fal me kohë. Të nesërmën në ta fal në kohë. Pastaj thot pejgamberi alayhis salatu wassalam çfarë kanë bërë njerëzit tjerë, ndërkohë i thanë se u ka humbur nga sytë pejgamberi i tyre, vazhdon e Bukatade duke treguar këtë hadith, kur u bë ditë dhe kapi një vap e madhe, ne thot e arritëm pjesën tjetër të shokëve të tonë, të cilët i thanë pejgamberit alayhis salatu wassalam, o i dërguari i Allahut, do të vdesim, ne na ka kapluar etja. Pejgamberi i Zotit na drejtu dhe na tha se nuk keni për të vdekur, dhe pastaj më tha, ma sill atë kupën time, në të cilën kishte pak ujë prej ujit prej të cilës i dërguari i Allahut kishte marrur abdes dhe e kishte porositur Ebu Katadën maje këtë kup me këtë pjesë të vogël të ujit, sepse mbi këtë kup do të ndodhë një gjë shumë e madhe, dhe thot Ebu Katadë ja dhash atë kupën me pak ujë pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe i dërguari i Allahut nga ajo kup e vogël që kishte pak ujë filloi pra t'ju jepte për të pirë ujë gjithë atyre burrave që ishin prezent, dhe kur pan pra sahabët që i dërguari i Allahut po shkepte ujë, filluan me dyndje të shtynë mes njëri tjetrit, ndërsa i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua atyre duke thënë se të jeni të edukuar dhe të gjithë ju keni për ta shuajtur etjen, dhe kështu për ata u ndalën, sepse ata i kishte kapluar lodhja madhe dhe i kishte kapluar një etje e madhe. Pastaj i dërguari i Allahut filloi një nga një pra të i shërbente duke ju dhënë ujë, dhe thotë Ebu Katade në fund mbeta vetëm unë dhe ai, dhe pastaj i dërguari i Allahut më afroi mu ujin për të pirë, ndërsa unë i thash nuk do të pi ujë para teje, ndërsa pejgamberi alayhis salatu wassalam më tha ke për të pirë ti, sepse ai i cili ju jep njerëzve për të pirë ai pi i fundit. Thotë Ebu Katade, kështu thot piva dhe unë pra prej ati uji, dhe pastaj kështu edhe piu uji pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe gjithë njerëzia ishin të ngopur me ujë derisa arritëm tek vendi ku na tha i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, keni për të mbrirë tek vendi aty ku është ujë. Tham këtë hadith e gjejmë tek Imam Muslimi dhe është prej haditheve të sakta me numrin dorë 681. Të nderuar vëllezër, para se të i tregojmë dobi dhe mësimet çfarë kanë nxjerrur dietarët se e përket këtij hadithi, është mirë me njohur se kush është Ebu Katade. Pra Ebu Katade njihet me nofkën e tij Ebu Katade, ndërsa emri i tij është El Harith ibn Rabia. Ebu Katade o vëllezër ka transmetuar hadithe nga pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhis salatu wassalam, po ashtu ka transmetuar hadithe prej Muadh ibn Jabelit dhe ka transmetuar hadithe edhe prej Omerit radhiyallahu anhu dhe prej disa sahabëve të tjerë. Ebu Katade ka prezantuar në betejën e Uhudit, dhe pas betejës së Uhudit gjitha betejët tjera ka qenë prezent. Ka qenë i njohur për trimërinë e tij dhe guximin e tij, është quajtur edhe kalorësi të dërguarit të Allahut. Imam Muslimi ka nxjerrur hadithin se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam betejën e Hudebijës ka thonë kalorësi ynë është Ebu Katade, ndërsa komsori ynë më i miri është pra Seleme. Pra kalorësi ynë më i miri është Ebu Katade, ndërsa komsori ynë më i miri është Seleme. Po ashtu tregon vetë Ebu Katade radhiyallahu anhu hadithin e Imam Buhariut, thotë unë nisëm me të dërguarin e Allahut vitin e betejës së Hunenit. Dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si plazh të luftës më dha një prazmore. Dhe thotë më vonë e kumshit atë prazmore, dhe thot e kumblen një kopsh të Benu Selime. Dhe thot Ebu Katade ky edhe ka qenë thot pasuria e parë që e kanë fituar në Islam. Pasuria e parë që e kanë fituar në Islam. Shokët e tij kanë dëshmuar për Ebu Kataden se ka qenë prej njerëzve të vyshëm, me virtyte të larta, i besueshëm, i devotshëm, dhe ka qenë shumë i kujdesshëm në fenë e tij. Ebu Useidi e transmeton hadithin që e gjejmë tek Imam Buhari dhe tek Imam Muslimi, dhe thotë se i thash Ebu Katades, o Ebu Katade, pse nuk po transmeton hadithe të pejgamberit alayhis salatu wassalam,
sikurse që transmetojnë njerëzit tjerë, mu përgjigj dhe më tha, e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wasalam duke thonë, ai i cili gënjen për mua qëllimisht, le të përgatitet për ursen e tij në zjarr. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vëllezër është lutur që Allah me ruajt e bukatatën, sikurse e treguam në fillim të hadithit. Por ka ardhur një transmetim tjetër ku pejgamberi alayhis salatu wasalam po ashtu e ka lutur Allahun duke thonë, o Allah, bekoja flokët dhe bekoja lëkurën e tij. Është e bukatado vëllezër, është ai i cili e ka marrë përsipër larjen e borxhit të një personit të cilit i dërguari Allahut hezitoi me ia fal namazin e xhenazës. Pra, hadithin e gjejmë tek Abu Davudi dhe është prej haditheve të sakta ku transmetohet prej Xhabirit se para të dërguarit të Allahut erdhi një person për t'ia falë namazin e xhenazës dhe i dërguari Allahut pyeti se a ka borxh ky person, i thani ka 2 dinar o i dërguari Allahut. Pejgamberi alayhis salatu wasalam tha, faljani namazin shokut tuaj, ndërsa u ngrit e bukatate dhe i tha, o i dërguari Allahut, unë jam ai i cili e marr përsipër larjen e borxhit dhe pastaj i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra ka falur namazin e xhenazës së atij njeriu. Pastaj kur Allahu subhanahu taala i dha bereqet pejgamberit alayhis salatu wasalam në çlirimin e disa vendeve dhe u shtu pasuria e muslimanëve, atëherë i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, unë jam më meritori për çdo besimtar se sa ata ndaj vetës së tyre, kështu kush ka ndonjë borxh, kush lën ndonjë borxh, unë ja paguaj atë, ndërsa ai i cili le pasuri për veten, pasuria i takon pra trashëgimtarëve të tij. Tham hadithi është i saktë tek Abu Davudi. Ebu Katade radhiyallahu anhu ka vdekur ndërsa trupi i tij tregonte sikur të ishte një djalë i ri, 15 vjeçar, në dukje, për shkak të lutjes dhe duas së pranuar tek Allah nga i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ju dini se lutjet e pejgamberit alayhis salatu wasallam janë të pranuar, dhe i dërguari Allahut tha për Ebu Katadën, o Allah, bekoje në trupin e tij, pra lëkurën e tij dhe në flokët e tij. Ka vdekur në Kufe, pra në Irak, në vitin 54 Hijri, gjatë kohës sa ishte Aliu radhiyallahu anhu, pra prisi besimtarve, ishte pikërisht Aliu radhiyallahu anhu i cili ja ka falë namazin e xhenazës e Bukatadës dhe ja ka falur me 6 tekbire dhe jo 4 tekbire, pra i ka falur me 6 tekbire Aliu radhiyallahu anhu xhenazën e Bukatadës si nder për të, dhe kjo vepër Aliut është ijtihad i Aliut për marrjen e 6 tekbire për faljen e namazit të xhenazës së Ebu Katadës. Ky ishte shkurtimisht o vëllezër sa i përket kush ishte pra Ebu Katade. Sa i përket dobive dhe mësimeve që përfitojmë nga hadithi apo ndodhia e Ebu Katades me pejgamberin alayhis salatu wasalam, janë të shumta. E para është dashuria dhe kujdesi i sahabijut Ebu Katades ndaj pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe kështu kanë qenë gjithë shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, pra kanë qenë të kujdesur ndaj veprës dhe ruajtjes së pejgamberit alayhis salatu wasalam. Pra vetë Ebu Katade radhiyallahu anhu gjatë këtij udhëtimi të natën nuk ka flajt, por ka qenë vigjilent, e ka ruajtur, e ka mbrojtur, e ka drejtuar pejgamberin alayhis salatu wasalam duke mos ia prishur xhumin të dërguarit Allahut Muhamedit alayhis salatu wasalam, sikurse ka ardhur në hadithin e Enesit radhiyallahu anhu që e gjejmë tek Imam Buhariu, se i dërguari Allahut ka thonë, nuk ka besuar asnjëri për jush derisa tek ai të jenë më i dashur se prindi, se fëmia e tij, se krejt njerëzimi. E dyta që përfitohet nga ky hadith është vlera dhe shpërblimi ndaj njerëzve të mirë. Pra Ebu Katade e shërbeu, e ruajti, e drejtoi pejgamberin alayhis salatu wasalam kur ai ishte në gjumë apo i kotur mbi kafshën e tij, ndërsa i dërguari Allahut nuk e harroi këtë vepër të Ebu Katadës, por ju drejtua Allah të lartësuar me lutje duke thonë, o Allah, ruaj atë ashtu sikurse e ka ruajtur ai të dërguarin e tij. Prandaj, siç ka ardhur në hadithin e Buhariut, dhe hadithi është tek Imam Muslimi, ku i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahu do ta ndihmoj robin e vet përderisa robi është duke ndihmuar vllaun e tij. Dobia tjetër është se lejohet xhumi dhe kotja gjatë udhëtimit. Pra, pejgamberi alayhis salatu wasalam
Ka qenë njeri sikur se gjithë njerëzit. Ka hongër, ka pi, ka flet, është martu. Po të njëjtën kohë edhe njerëzit tjerë e kanë bërë këtë punë, domethënë kanë hongër, kanë pi, kanë flet, janë martu. Mirë po, Allah s.w.t. e ka dalluar këtë me çka? Me pejgamberllëk. Edhe ai pra gjatë udhëtimit të tij është kot. Edhe ai pra gjatë udhëtimit është ndarë dhe ka pushu edhe ka fjet. Dobia tjetër është se nuk ka mëkat nëse të ik namazi për shkak të xhumit. Pra, i dërguari Allah çfarë tha në hadith? Tha, në xhum nuk ka shpërfillje. Prandaj mëkati është tek neglizhenca me vedije nëse bëhet për me tik apo mu afru koha namazit tjetër. Por nëse tik namazi për shkak të xhumit ose ke harru, pra ti nuk je mëkatar. Mirë po, në momentin kur e kujton apo momentin kur ngritesh prej xhumit, më njerë duhet me nxon dhe me përsërit atë namaz. Sepse xhumi është i pavullnetshëm, ai vjen vetë, më thonë jo që ti ke dashur me tik ai namaz. Dobia tjetër është se namazi i humbur duhet mu fal në momentin kur të kujtohet. Pra, namazi nuk hiqet prej përgjegjësisë së insonit nëse e ke harru ose nëse të ka zonë xhumi, në ka ik namazi pelon nuk pe fali atë namaz, po shkoj pe fali atë namazin i cili vjen në rënd. Për shembull, nuk ka dal xhumi për namaz sabaut, jes xhum masi që është fal namazi sabaut, edhe po e lën namazin, nuk pe fal atë namaz, po e pret me fal namazin e radhës që është dreka kështu me radhë. Jo, e ki për detyrë me fal namazin e sabat, edhe nëse të ka ik për shkak të xhumit, pastaj namazet tjera, sepse i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e Imam Buhariut, po thotë nëse dikush haron ndonjë namaz, le ta fal atë namaz kur ti kujtohet atij. Dhe thotë nuk ka shpagim tjetër përveç se me fal atë namaz. Dhe thotë sahabiu i nderuar se Enesi, se pastaj i dërguari Allahut e lexoi fjalën e Allahut surës Taha ajeti 14 dhe falë namazin për të më kujtuar mua. Dobia tjetër është se i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte shembull praktik, shembull i udhëzimit, jo vetëm për shokët e tij sahabët, por për gjithë ummetin. Çfarë u tha pejgamberi alayhi salatu wasallam sahabëve kur ata pra mendonin se me ikjen e namazit të sabat nga koha vet, se si do t'japin llogari apo si do ta kompenzonin këtë vepër të humbur. Pastaj i dërguari Allahut ju drejtu sahabëve dhe ju tha, a nuk jam unë shembull për ju? Pra, veprimet e tij praktike janë udhëzim për besimtarin. Për atë edhe Allah subhanahu wa taala tek surja Azab 21 thot, në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita fundit dhe e përmend shumë Allah. Dobia tjetër është vëllezër se në këtë hadith shihet edhe vlera e edukatës, vlera e rregullit të situatave të vështira. Pra, kur njerëzia mbetën pa ujë dhe etja madhe i bëri ata t'i drejtohen profetit dhe t'i thonin, ja Rasulullah, do të vdesim për shkak të etjes, dhe kur panë si dërguari Allahut po shkepte ujë, ata u dyndën, u shtyën që të pinin ujë secili prej tyre, ndërsa i dërguari Allahut ju tha atyre, bëni të durueshëm, bëni të edukuar, sikurse ka ardhur hadithi i Aishës radhiyallahu anha, që e gjejmë në Sahih tek Abu Daudi, se i dërguari Allahut ka thonë, besimtari përmes moralit të mirë e arrin shkollën atij i cili agjeron dhe arrin shkollën atij i cili fal namaz nafile natën. Prandaj muslimani vëllezër, edhe në kohë të krizash, nuk duhet me up sabrin, nuk duhet me up moralin, nuk duhet me up edukatën, nuk duhet me up rregullin shoqëror. Dobia tjetër që e kanë nxjerrur dietarët nga ky hadith madhështor është se udhëhersi duhet me i shërby popullit të tij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte ai i cili e mbushte enën vet dhe ju jepte sahabëve për të pirë ujë. Prandaj udhëhesia në Islam është shërbim për të tjerët dhe nuk është privilegj ndaj të tjerëve. Sikur se ka ardhur në hadithin e Imam Buhariut nga Abdullah ibn Omeri, se i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, keni kujdes se secili prej jush është kujdestar dhe është përgjegjës për kopën e tij, prandaj edhe udhëhesi prisi më i lartë është kujdestar dhe është përgjegjës për ata që i kanë nën pushtetin e tij, andaj
ka me dhonë llogari dhe përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala. Dobia tjetër është o vëllezër se ai i cili u shërben apo u jep të tjerëve për të pirë, ai e meriton derin dhe ai pin i funit. Pra i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i tha Ebu Katade që tregon hadithën vetëm unë dhe ai, dhe i thash nuk do të pi ujë para te o i dërguari Allahut, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha piti, dhe e tha atë pjesën se ai i cili u jep njerëzve për të pirë, ai pi i fundit. Prandaj njeriu më i dobishëm për të tjerët është ai person i cili pra nevojat e veta i lën anash duke kryer nevojat e atyre që kanë nevojë më tepër se sa vet ai. Dhe dobia tjetër është vëllezër se nuk ka ndonjë të keqe, nuk ka mëkat nëse njeriu udhton gjatë tërë natës duke mos pushuar fare. Edhe pse i dërguari Allahut ka udhtu natën, mirë po është nar dhe ka pushu. Por nëse ti e gjon forcën e ki forcën më udhtu gjatë tërë natës, pa pushues nuk ka asnjë sen të keqe nëse udhton. Dobia tjetër o vëllezër është se në kohë të vështira shfaqen burrat e mëdhenj, të cilët Allahu i ka nderuar dhe i ka ngrit me forcë dhe i ka ngrit me kapacitete të larta. Dhe për tyre ishte Ebu Katade radiallahu anhu. Jo rastisht i dërguari Allahut e ka quajtur kalorësi të dërguarit të Allahut për shkak të cilësive të tij fizike dhe të kalorësisë që i ka posedu Ebu Katade radiallahu anhu, i cili gjatë gjithë atij udhëtimi që e shoqëroi pejgamberin alayhis salatu wasalam ka qenë vigjilent dhe nuk ka flet fare, por e ka ruajtur pejgamberin alayhis salatu wasalam. Dhe dobia fundit që e kanë përmend pra dietarët, ajo është falja e 2 recateve sunet para se të falet farzi i namazit të sabahut, sepse këto 2 recate kanë një pozitë të veçantë në Islam, por jo vetëm tek i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse ka ardhur në hadithin e saktë të Imam Muslimit që e transmeton Aisha radhiyallahu anha se i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë 2 recate të sabahut janë më të mira se sa e tërë dynjaja çfarë ka në të. Me një transmetim tjetër ka ardhur se këto 2 recate janë më të dashura për mua se sa e tërë dynjaja, dhe këtë hadith e transmeton Imam Muslimi. Ky është dersion për sonte, me shpresë që të takohemi në dersin tonë të radhës ku do të flasim për hadithin e 12 sallallahu alaihi wasallam. Allah ju nderoft.